Përshëndetje, miqteni. Mirësevini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj, fokusojeni energji në këtë video dhe mendoni, personi i zemrës tuaj do të vi shumë shpejt tek ju? Kush është ky person që do të vi shumë shpejt tek ju? Dhe do ta zbulojmë në anë të tarotëve, shenjave të horoskopit dhe gërmave të alfabetit. Pra, kush është ky person që vjen drejt jush shumë shpejt? Keni pasur një lidhje pak toksike, me probleme. Ky për ju është mashkull magjik. Një mashkull që i ka të gjitha gjërat, dashurinë, pastërtinë shpirtërore dhe është pozitiv, do të të ndihmojë në çdo moment. Tek ty shikon një femër të fuqishme në infinit, që ka një energji pozitive, ka fuqi dhe ka qëllime që do t'i çojë deri në fund. Keni kaluar probleme, keni kaluar gjëra jo të mira, por ky person vjen drejt jush, hypur në këtë kalë paqe, me këtë mantel të shpresës, me këtë kuror dafine në dorë, për t'ju sjell atë dritën që mban në dorë. Pra ju jeni dritë e tia, ju jeni ai fener që i ndriçoni rrugën në çdo hap që ai e. Dhe gjithmonë ai ka një pjesë të pasionit, të energjisë të tij për ju në çdo moment, pra e shpreh tek ju të pasion. Ky është një person që ju dashuron fort dhe ju sjell në qiell të pastër shumë mesazhe lumturie. Kush është ky person që kthehet tek ju shumë shpejt? Do ta zbulojmë me anë të shenjave të horoskopit. Janë binjakët, demi, gaforja, akrepi, britsjapi, peshorja dhe vigjeresha. Kurse me gërma mund të rezonoj, se është energji e përgjithshme. Me gërmën K, J, E, Zh, L, R, E, V, V, T dhe gërmën I. Faleminderit shumë, miqteni. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.